për një është një klim në rrjetet sociale që çkado që ti prek rreth Albinit mund më të fundos. Njerëz çaq shumë që e dojnë ose çaq shumë që kanë simpati për to, momentin që thësh ai veç ai imiton s'ka lidhje çka thu. Ai mënon që ti ma ke përqesh, edhe hin çon me kështu. Ai është kryeministër edhe i këtë Kosovës, është kryeministër edhe jam. Cila është një temë me cilën ashta ke pritu më mirë, ashtu do të ka orë zër me thonë atë po pe bëj. Zër, jo, ka momente në ashta cikletshme, sidomos për politikë, kur flasim e kështu, sepse është ajo, për mua është ajo gojlja, mos po t'ingëllojmë të anshëm, gjë që nuk është në misionin tonë me majtë krah dikujt. E mujna me kritiku këta që të epizodin tjetër me kritiku edhe këtë tjetër. Sidomos kur u kon fushata zgjedhore e nivelit nacional, i kemi bo secilës parti ka një epizod që mos me pas kërkosh shëndërmbeti. E citojnë ma cikletshme kur ti fol për një ose imiton një politikan ose kështu, e dush me konë shumë i kujdesshëm mos po rrshqet dikun, e del diçka që e qet keq ose e fyn ose e përqesh, nuk e imiton po e përqesh. Mundohemi mos me përqesh. Mi imitu thjesht mënyrën që folën, po tu kanë të kujdesshëm mos me tingëllu kest të njerëz. Ti e ke imituar edhe Albin Kurtin. Albinin po. Atë ka ramu taku në herë me to, a veç në sa ki po? Kështu në distancë po, me pas kontakt nuk kemi pas hala. Po më nej, a është kryeministër edhe i këtë Kosovës, është kryeministër edhe jemi, por nuk kemi pas, nuk kam raport me to kështu privat. Nuk besoj që u prek ai, se është intelektual qaq me kuptu që është imitimi edhe po besoj që qashtu e ka marrë. Qyshe priten audienca, ose nëse të ka ramu taku me njerëz masi që është publiku qajo, po më interesant cilat janë konë shprejet e tyne që ti kanë thonë ty, ose qysh ju ka duk, se për një me këgjaj për afert me to e konë. Po, kërë kom me imitu Albini nuk konë prej epizoda, kërë kom me imitu për herë të barë. Nuk konë prej epizodave që kom prit me këgja stres. Jo për faktin se kom imitu Albin Kurtin, po për një me është një klim në rrjetet sociale që çkado që ti prek rreth Albinit, ti mund më të fundos. Sado që muj me thonë që nuk më ndikojnë komentet, prap jam njeri edhe emocionalisht mund të më prek kur e shoh ti për shembull 1000 komente më të shoh s'ni është mirë. Pavarësisht a menon si ta menon. Po fatmirësisht nuk kam pas reagim të tillë të njerëzve. Dikujt i ka pëlqy, dikujt si ka pëlqy, po komentet këqija edhe fyse nuk kam pas. Mendoj që çaq ka mjaftuar për mua. Që mos me ardhej te ai momenti që ti demoralizohesh për këtë zanati pse ti ke bëu dikan. Kështu që nuk më ka ndodhur ajo. Ti e përmend që pjesën që me u mirë me Albin Kurtin me një farë forme është një grop që atë që për një me direkt në kapën nëse veç merrem me to. Pse mendon që është ky në Kosovë? Nuk e di, nuk më i dhon, po flas për mendimin tim është nështë skena politike është janë nxej gjaknat. Edhe janë do në pole ekstreme që nështë edhe s'ka nevojë me konë. Na mujna me vazhdu me konë i njëjti popull, veç me pas mendime të ndryshme, edhe kjo s'bën me i pengu kërkujt, sepse e kemi zgjedhur vetë sistemin demokratik që secili me pas të drejtën në mendimet edhe të shprehjes. Po që është një ushtri, edhe nuk mendoj që nështë është e orkestruar me dikujt, po thjesht njerëz çaq shumë që e dojnë ose çaq shumë që kanë simpati për to, momentin ky kon mendimi jam, momentin që thësh ai veç ai imiton s'ka lidhje çka thu. Ai mënon që ti ma ke përqesh, edhe hin çon me kështu, mirë që s'ka ndodh, po a ka pas gjasa me ndodh, ka pas. Edhe nuk është mirë me ndodh, se ne jo veç në raport me mua, po në raport me kërkën tjetër, se çdo njeri edhe nëse del me fol kundër dikujt, nuk s'mendoj që flet kundër si person, po i flet kundër domenimeve të tij, çësjeve të tij, edhe duhet më u kuptu si e tillë. Po pse nuk di me i dhon përgjigje saktë. Nështë po mendoj që janë nxehë gjaknat politik, janë nështë zgjedhje shpesh. Marë çdo 3-4 muaj. Tash ka nisë, domethënë më na pëlqy kjo pjesa me dalë zgjedhje, nështë edhe na mungon tani dikur murahatu, s'po dojnë arati, po dojnë. Po më duket po na mungon ngjyra ngesht. Po do na me po kështu më. Diçka ka, po
nuk e di pse, sakt, po ma mërmenja që kjo.